Thonë se prej vitesh pësorollatën e dyert e institucioneve për të hyrë në apartamentet e tyre, por ende mbeten rrugëve dhe pjesa më e madhe jetojnë në banesa me qira. Ata thonë se ndërtuesi Albert Almuça dhe investitori Sino Llanaj, për shkak të konflikteve financiare, i ka ndaluar prej kohësh 120 familje të hyjnë në pallatin e ndërtuar prej tyre, ku banorët kanë bler banesat, ndërsa paraditën e kësaj të martëje protestuan para Ministrisë së Drejtësisë. Sino Llanaj merr parat e hyrjes, Berti bllokon me qelës hyrjen. Ne s'kemi pse të paguajmë faturën e këtyre dallavereve të dy personave. Kemi 10 muaj që presim datën e apelit. Ndaj jemi këtu në Ministrinë të Drejtësisë të përshpejtoj datën. Çfarë mund të bëjmë neve? Unë një pensioniste, kam 2 kalamaj vegjël që rris. E birë si ajme nuk e gëzovi shtëpinë. Pas 1 orë e gjysmë protest, në Ministrinë të Drejtësisë i priti vet Ulsi Manja. Biseda disa minutëshe ishte e frytshme. Na premtoi që do të jetë pjesë mbrojtëse, do të jesh bashkëudhëtues në të gjitha veprimet që do të ndodhin. Një vendim i dhjetore 2022 i gjykatës së apelit e Tiranës u kthen pronat 4 prej pronarëve të apartamenteve për hyrjen e banesa. Megjithatë në këtë vendim, gjykata u njeh të drejtën edhe 116 të tjerëve, duke e detyruar prokurorinë që të mundësoj përdorimin e pasurive të paluajtshme sipas kontratave përkatëse. Por ky vendim i gjykatës u ekzekutuan nga prokuroria vetëm për 4 apartamente të denoncuesve, me pretendimin se nuk janë emrat e pjesës tjetër. 120 familjet që kanë bler apartamente në pjesën më të madhe kanë përfunduar pagesat dhe kanë lidhur kontratë me ndërtuesit. Sino Llanaj dhe Albert Almuça, për të njëjtin problem, përdorën armët me 13 janar 2021, ku pas përleshjes fizike, sherri përfundoi me plagosjen e Sino Llanajt.